gabimet më dhaja. Vetëm jo, ti ke bën super gabime. Okej, kam bën gabime. Po ke bë Dy gabime kam bë. Unë nuk e di. Dy gabime kam bë. Po mirë, e ke marti detyrimin kur ke qenë jashtë, nuk e di se kjo është informacion nga jashtë. Ti telefonosh motrës time ose partnerit tim të thosh. Jashtë kismet merrem vesh këtë të gjë. Po pse si? Jo. Po mirë, okay, unë do ta bëj si pyetje. Unë i kam bërë pyetje, e di çka kam thënë unë Jozi, një sekond. Nëse ndodhi ajo që ndodhi dhe ti e di se nuk du t'i kthehem prajmit parë, që unë kam qenë shumë keq atë natë, ti ke qenë shumë keq atë natë, se ti e kuptove çka kishe bë. Prito, Jozi, po prita marrë lutem. Unë isha tu ndje, unë jam ndje keq, normal që jam ndje keq. Unë e di që je ndje keq, po dhe unë jam ndje impresion, se kam thënë 100 milioner, s'kisha për ta fal atë natë, do ta falja, se unë këtu kam fal shumë njerëz. Unë këtu kam fal shumë, nuk kisha për ta fal, nuk kisha për ta fal. Unë jam sinqert, s'ka, nuk kisha për ta fal atë natë, do ta leja të qetësoj puna, të lutem, le ta thotash. Do ta leja të qetësoj puna, do të thosha Jozi, hajde çik këtu, 1 2 3 4 5, ti s'mle, më the presion e doje me një herë. Okej, e more me një herë. Mbasi ta dhash, u more me djemt nga ishe, nga xhuxhat, edhe erdhe me menje tjetër, erdhe me buloj. Okej, ti me mu ishe kaluar. Kur ndodhi që u largove nga shtëpia, unë kam dalë jashtë me përcjell, dhe ti më ke thënë Rozi, miru pa, e mamen, se unë sa harroj. Po. Mu më ke thënë Rozi, miru pafshim. Po. U ktheve pastaj që të bëri bona atë gjën, hyret e shtëpia xhuxhave, dhe erdhe me menje tjetër. Ta sqarova prap, u ulëm prap tek